Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Nxjerr nga fyti dhe mushkërit gëlbazën, receta natyrale që u bën të merrni frymë me lehtë. A e kishit menduar ndonjëherë që kremi bananes do të ishte një recetë shumë e mirë edhe në lehtësimin e problemeve me kollën? Kjo mënyrë është veçanërisht e efektshme edhe për të përmirësuar gjendjen tuaj. Ajo është e shijshme dhe njëkohësisht shumë e mirë dhe ka efekte qetësuese për stomakun. Për të realizuar këtë recetë keni nevojë për këta përbërës sipas deli: 2 banane të pjekura shumë, 2 lugë me mjaltë dhe 400 ml ujë vluar. Përgatitja dhe përdorimi i kësaj recete bëhet në këtë mënyrë: hiqeni lëkurën e bananes dhe shtypeni derisa të bëhet pure. Shtoni mjaltin dhe i përzieni mirë. Hidheni përzierjen në ujë të vluar dhe e lini të qëndrojë së bashku për 30 minuta. Pas kësaj kohe, receta natyrale është e gatshme për t'u përdorur. Hani një lugë gjethe të kësaj përbërje në mëngjes dhe në mbrëmje dhe do të përmirësoni gjithashtu frymëmarrjen tuaj. Nëse gjendja juaj është kritike, drejtohuni tek mjeku për një trajtim të specializuar. Mushkërit luajnë një rol të rëndësishëm për trupin tuaj pasi janë në përgjegjëse për furnizimin me oksigjen dhe largimin e dioksidit të karbonit. Dhe duke marrë parasysh se ato janë vazhdimisht në punë dhe detyra jonë është të sigurojmë një jetë më të gjatë mushkërive dhe shëndet më të plotë. Nëse më herët keni menduar se mushkërit nuk kanë nevojë për ndihmë që të kryejnë funksionet e tyre, atëherë mendoni përsëri. Për shembull, kur ne thithim ajër, ne gjithashtu absorbojmë me të edhe toksina nga ambienti, bakterie dhe gjëra të tjera të dëmshme që mund të shkaktojnë probleme të mushkërive tona. Kjo është pikërisht arsyeja se pse duhet të mësoni si të pastroni mushkëritë dhe t'i mbani ato në një gjendje më të mirë. Praktikoni frymëmarrjen e thellë. Ushtrimet me frymëmarrje i mësojnë mushkëritë tuaja të zgjerohen ndërkohë njëkohësisht i forcojnë muskujt për funksione më të mira. Fillimisht, shtrihuni me shpinë në dysheme dhe vendosni duar në stomak. Mbyllini sytë dhe merrni frymë thellë për pak sekonda. Mbajini frymën për 2 sekonda dhe pastaj e lironi ngadalë ajrin nga mushkëritë për 5 sekonda. Përsëriteni këtë ushtrim deri në 10 herë. Hiqni dorë nga duhani. Një mënyrë shumë e mirë për të pastruar mushkëritë është edhe lënia e duhanit. Vetëm imagjinoni se sa mirë do të ishte gjendja e tyre pa pirë këtë produkt. Çaji i gjelbër është një mundësi shumë e mirë që mund t'ju vijë në ndihmë të shëndetit të mushkërive. Për pastrimin e mushkërive ju mund të mbështeteni edhe në konsumin e çajit të gjelbër, pasi që antioksidantët që gjenden në këtë çaj mund të largojnë toksinat që absorbohen përmes mushkërive. E njëkohësisht me këtë çaj edhe mund të forconi gjithashtu sistemin tuaj imunitar. Një nga problemet më të mëdha shëndetësore që prek shumë njerëz janë edhe toksinat që prekin mushkëritë. Prandaj pastrimi i mushkërive mund të jetë një mënyrë shumë e mirë për parandalimin e çrregullimeve të frymëmarrjes. Këto janë disa nga mënyrat për të realizuar me efikasitet të lartë edhe një mundësi më të mirë për pastrimin e mushkërive, gjithashtu edhe për të përmirësuar gjendjen tuaj sipas saj. Pini një filxhan çaj bimor përpara se të shkoni në shtrat. Është një mundësi shumë e mirë për të përmirësuar gjithashtu edhe shëndetin e mushkërive tuaja. Para mëngjesit gjithashtu mund të pini lëng ananasi. Para mëngjesit shtrydhni 2 limona në 300 ml ujë. Konsumoni 300 ml lëng grejpfruti. Nëse nuk ju pëlqen shija, zvendësojeni atë edhe me lëngun e ananasit dhe vlerat që do të merrni për shëndetin e mushkërive do të jenë vërtet të fuqishme. Gjithashtu të dyja këto lëngje përmbajnë antioksidant natyral që promovojnë sistemin e frymëmarrjes. Midis mëngjesit dhe drekës duhet të pini 300 ml lëng karote citonel.com. Ky lëng do ju ndihmojë të alkalizoni gjakun gjatë pastrimit 72 orësh. Gjatë kohës së drekës pini 400 ml lëng të pastër i cili është i pasur me kalium. Kaliumi vepron si një tonik pastrues. Bëni 400 ml lëng boronice përpara se të shkoni në shtrat, i cili ju ndihmon të luftoni kundër bakterieve që shkaktojnë edhe probleme të mushkërive. Mjekët sugjerojnë që të bëni konsulta me specialistin her pas here në rast se gjendja juaj fillon të agravohet. Lerini mushkëritë të bëjnë pushim për 3 ditë nga tymi i duhanit dhe nga të gjithë faktorët e tjerë të mundshëm që i dëmtojnë ato. Ndiqni këto hapa të lehta sipas saj, të cilat do ju ndihmojnë në përmirësimin e kapacitetit të frymëmarrjes. Shumë persona jetojnë jetën e tyre me mushkëri të shëndetshme, por më pas ata pengohen nga problemet e frymëmarrjes.
ndërsa ka edhe të tjerë duanpirës mbi moshën 45 vjeçare dhe nuk kanë asnjë shqetësim. Nuk ka asnjë mister se sa një dietë prej 3 ditësh e cila mund të pastrojë mushkëritë tuaja kur ato kanë nevojë. Ja disa hapa të cilat duhet t'i ndiqni. Para së gjithash, shmangni çdo lloj ushqimi me origjinë shtatëzore përpara se të filloni pastrimin për të paktën 2 ditë. Produktet me origjinë shtatëzore mund të ndryhen në procesin e detoksifikimit, duke qenë se ato asimilohen nga trupi shumë ngadalë. Trupi ka nevojë të lirohet nga toksinat e krijuara dhe nga ushqimet me origjinë shtatëzore shumë më përpara se sa të fillojë pastrimi i mushkërive. Pini një filxhan çaj laksativ bimor përpara se të shkoni për të fjetur, ditën e parë të dietës suaj. Kjo liron zorët tuaja nga toksinat që mund të lindin në rast të kapsllëkut. Mushkëritë nuk duhet të mbingarkohen për shkak të një pengese që mund të çojë edhe në fazën e pastrimit. Shtrydhni 2 limona dhe shtroni lëngun e tyre në 300 ml ujë. Këtë përzierje duhet ta pini përpara ngrënies së mëngjesit. Kjo ju ndihmon të tresni ushqimet për të rigjeneruar mushkëritë. Por nëse vuani nga problemet e stomakut, mos e përdorni këtë teknikë. Pini 300 ml lëng qitroje pas dite. Nëse nuk ju pëlqen aroma e lëngut, mund ta holloni dhe shijen mund ta zvendësoni edhe me lëngun ananasit. Kështu do të keni përmirësime të mira të sistemit tuaj të frymëmarrjes. Një produkt shumë i mirë për të përmirësuar punën e mushkërive, gjithashtu është edhe çaji i jeshil. Ekspertët rekomandojnë pirjen e një filxhani të ngrohtë me çaj jeshil, kjo përpara se të shkoni për të fjetur. Kjo ju ndihmon në pastrimin e organizmit në mënyrë më efikase dhe në lehtësimin e problemeve të sistemit tuaj të frymëmarrjes. Çaji i jeshil, i kombinuar shumë mirë me xhenxhefilin dhe lëngun e limonit dhe me mjaltin, do të japë rezultate përkatëse shumë më pozitive në mbrojtjen e sistemit të frymëmarrjes. Një tjetër produkt shumë i rëndësishëm që mund të shtohet në dietën tuaj për të përmirësuar punën e mushkërive është edhe lëngu i limonit. Sipas të dhënave, lëngu i limonit është i pasur me antioksidant dhe acid folik. Pini ujë me lëng limoni çdo mëngjes me stomakun bosh. Lëngu i boronicës së kuqe ose ananasit gjithashtu mund të jetë një mundësi e parapëlqyer për të përmirësuar funksionin e mushkërive. Këto fruta janë të pasur me antioksidant dhe lëngu i tyre mund të pihet çdo ditë mes vakteve ose gjatë drekës. Nëse po përpiqeni të pastroni mushkëritë, atëherë shmangni pije të gazuara dhe ato alkolike. Lëngu i karrotës është një mundësi shumë e mirë për të përmirësuar punën e mushkërive. Karrota është e pasur me karoten, vitaminën A, K, C dhe B. Lëngu i saj rrit nivelin e alkalinës në gjak. Studimet kanë konfirmuar se disa karrota në ditë ulin rrezikun e sëmundjeve të mushkërive. Xhenxhefili. Xhenxhefili është aleat i mirë kundër sëmundjeve të këqija. Ai lehtëson eliminimin e sekrecioneve dhe bllokuesve të mushkërive. Ushqimet e pasur me antioksidant gjithashtu mund të përmirësojnë punën e mushkërive. Spinaqi, frutat e pyllit, brokoli, peshku, rrushi janë ushqime të pasura me antioksidant të cilët forcojnë imunitetin dhe kapacitetin e frymëmarrjes, citon dhe Healthy Side. Gjithashtu, thithja e ajrit të ndotur, tymi të cigares ose toksinave të tjera mund të dëmtojë shëndetin e mushkërive. Për këtë arsye, sipas Brightside, do të përzgjedhim disa metoda të cilat ju vinë në ndihmë në rregullimin e sistemit të frymëmarrjes, përmirësimin e kapacitetit të mushkërive dhe uljen e inflamacioneve të mundshme. Terapia me avull është një mundësi që mund të lehtësojë këtë problem. Thithja e avujve të ujit shton lagështinë në ajër, gjë e cila ndihmon në lirimin e menjëhershëm të problemeve të tyre. Ndaj, nëse doni të përmirësoni sistemin e frymëmarrjes, mund ta përdorni edhe këtë teknikë. Gjithashtu, stërvitja është një mundësi e parapëlqyer për të vënë në funksion të plotë edhe sistemin e frymëmarrjes. Stërvitja bën që muskujt të punojnë më shumë, kjo gjë rrit ritmet e frymëmarrjes duke çuar në një furnizim më të madh të muskujve me oksigjen. Në këtë mënyrë përmirësohet qarkullimi i gjakut duke bërë trupin më efikas në eliminimin e toksinave të dioksidit të karbonit dhe trupi prodhon kur ushtrohet. Me kalimin e kohës, muskujt do të fillojnë të përdorin oksigjen në mënyrë më efikase. Gjithashtu, nëse keni probleme të rënda me frymëmarrjen, paraqituni tek mjeku për një trajtim të specializuar. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë tu.